Lidhur me incidentin e rëndë që ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në Zveçan, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës. Ai shpreh i shqetësuar për ngjarjen e ndodhur, duke dënuar fuqishëm sulmin me elemente terroriste ndaj objektit të postës së Kosovës. Sipas tij, brengosës se në këtë situatë mbetet fakti se individë njohur për lidhjet e tyre me grupe kriminale dhe terroriste, si Milan Radojčić, vazhdojnë të mbeten të lirë, e po strehohen dhe po shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste, duke vazhduar postimin kur ti thot se institucionet relevante janë duke kryer hetime të plota për të sjellë para drejtësisë autorët e këtij akti të rënd. Me shqetësim të thellë dhe vendosmëri të palëkundur për të mbrojtur stabilitetin dhe rendin kushtetues, dënojnë fuqishëm sulmin me elemente terroriste ndaj objektit të postës së Kosovës në Zveçan, i kryer sot më datë 1 prill 2025. Ky akt dhune është një orvatje për të cënuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe institucional të Republikës së Kosovës. Brengosës se në këtë situatë mbetet fakti se individë njohur për lidhjet e tyre me grupe kriminale dhe terroriste si Milan Radojčić vazhdojnë të mbeten të lirë e po strehohen dhe shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste. Qëndrimi në liri i kriminalit Radojčić dhe mos dorëzimi i tij te autoritetet e shtetit ton është një mesazh i rrezikshëm që inkurajon kriminal e terrorist, ekstremistë të ndryshëm, që të vazhdojnë veprimet e tyre me tendencë destabilizuese. Përmes krijimit të tensioneve artificiale po tentohet të pengohet funksionimi normal i institucioneve dhe të minohet zhvillimi ekonomik e përparimit demokratik i vendit ton. Sulmi tinzar me granat në terin e natës është orvatje nga dëshpërimi dhe pafuqia atyre që nuk sundojnë më në veriun e Kosovës. Posta e Kosovës do të qëndrojë aty si ndërmarrje publike. Xhami i ri do të vendoset dhe shërbimet legale do të vazhdojnë të ofrohen për të gjithë qytetarët. Institucionet relevante janë duke kryer hetime të plota për të sjellë para drejtësisë autorët e këtij akti të rënd. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit rajonal, por nuk do të lejojmë asnjë përpjekje për të sfiduar rendin ton kushtetues dhe sigurinë e qytetarëve tanë. Shteti do të vazhdojë të veprojë me vendosmëri për të siguruar që të gjithë qytetarët pa dallim të jetojnë në një mjedis të sigurt dhe të lirë.